për autoritetet të huaja, duke u ardhur në ndihmë agjencive partnere të zbatimit të ligjit në Bashkimin Evropian dhe me gjëra. Kërkesat për ndihmë juridike janë drejtuar nga ana autoriteteve të huaj gjyqësore të vendeve evropiane, rajonit, si dhe atyre të Amerikës Latine. Duke ndalur veçanërisht në ndërlidhjen tonë të përditshme me Eurojust dhe Europol dhe ky bashkëpunim ka qenë shumë intensiv dhe i kënaqshëm. SPAC ka nënshkruar gjatë vitit 2024 3 marrëveshje bashkëpunimi. Një me Agjencinë Kombëtare kundër Krimit të Mbretërisë Bashkuar dhe Irlandës së Veriut, NCA, një marrëveshje të nënshkruar me Prokurorinë e Përgjithshme të Mbretërisë së Spanjës, si dhe një marrëveshje me Prokurinë Speciale të Malit të Zi. SPAC gjithashtu ka intensifikuar bashkëpunimin me vendet e rajonit, ku kemi një bashkëpunim të hapur, intensiv, me Malezi, Kosovën, Maqedoninë e Veriut. Po punohet në këtë drejtim edhe me Serbi, me qëllim shtimin e kontakteve dhe rritjen e nivelit të bashkëpunimit edhe me Republikën e Serbisë. Kemi evidentuar rritjen e kërkesave për ndihmë juridike me 45.8% për ato të ardhura nga jashtë vendit dhe me 34.7% për ato që janë drejtuar autoriteteve të huaja. Ky trend pozitiv tregon një rritje të nivelit të bashkëpunimit dhe të besueshmërisë të autoriteteve të huaja ligjzbatuese për Prokurinë e Posaçme. Në vitin 2024 janë krijuar 10 skuadra të reja të përbashkëta hetimore me autoritetet të huaja të drejtësisë, ku përfshihen vende anëtare të BE-s, vende anëtare jo të BE-s dhe vende anëtare dhe vende të rajonit. Fokusi i punës së Prokurisë së Posaçme ka qenë edhe përmbushja e rekomandimeve të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë apo dhe të Këshillit të Ministrave. Përmbledhja e raportit vjetor të SPAC dëshmon reflektimin dhe përmbushjen në masë të gjerë të rekomandimeve të rezolutës së Kuvendit të Shqipërisë, atyre të Këshillit të Ministrave, si dhe progres raportit të Bashkimit Evropian për Shqipërinë për vitin 2024. Gjatë vitit 2024, SPAC ka përmbyllur kornizën e saj strategjike në bashkëpunim të ngushtë me partnerë ndërkombëtar ku përfshihen Plani strategjik 2024-2027 për Prokurinë e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Strategjia e etikut dhe sigurisë kibernetike. Strategjia e komunikimit me media vitet 2025-2028. Strategjia e hetimit dhe parandalimit të krimit zgjedhor. Strategjia e burimeve njerëzore për vitin 2024-2026. Gjatë periudhës raportuese, Prokuria e Posaçme ka miratuar gjithashtu edhe një sër aktesh të rëndësishme në ligjore, ndër më kryesore përmendin: rregullorën e brendshme për organizimin dhe funksionimin e Prokurisë së Posaçme, udhëzimi i përgjithshëm për masat administrative dhe procedurale për kryerjen e hetimit financiar dhe pasuror, urdhër për miratimin e dokumentit për fillimin e fazës të pilotimit të sistemit elektronik të menaxhimit të dosjeve. Është miratuar rregulloria për hetimin administrativ të sinjalizimit dhe mbrojtjes së konfidencialitetit. Është miratuar rregulloria për hetimin administrativ të kërkesës së sinjalizuesit për mbrojtjen nga hakmarrja. Gjatë vitit 2024, Prokuria e Posaçme është përballur me një vëllim të konsiderueshëm punë administrative. Nga totali prej 4.422 kërkesa të përcjella nga institucionet shtetërore, organizata, avokat, media, qytetar, 982 prej tyre kanë ardhur nga institucionet shtetërore dhe 894 kanë marrë përgjigje. Po kështu, në lidhje me kontrollin e integritetit të punonjësve të SPAC-it dhe gjykatave të posaçme, kanë përfunduar verifikimet e plota edhe për 58 kandidat për personel administrativ. Prokuria e Posaçme është angazhuar në plotësimin e vendeve të lira me qëllim funksionimin me efektivitet të plot të institucionit. Gjatë vitit 2024, në Prokurinë e Posaçme kanë ushtruar detyrën 114 punonjës, nga të cilët 20 prokurorë të emëruar, 12 hetues financiar, 80 punonjës administrativ dhe 2 punonjës me kontratë të përkohshme. Sa i takon Byros Kombëtare të Hetimit, po vijon procedura për rekrutimin e 40 hetuesve, e cila është shtyrë në kohë për shkak edhe të pamjaftërueshmërisë së hapësirave fizike, të cilat pritet të gjejnë zgjidhje me përfundimin e godinës së re. Bazuar në strukturën aktuale, viti 2024 është mbyllur me disa vakanca. 1 në kabinetin e drejtorit të BKH-s, 50 në pozicionet e shërbimit të policisë gjyqësore, 40 hetues, siç e përmenda edhe më lart, dhe 11 në stafin administrativ. Gjatë vitit 2024,
Ka përfunduar procedura transferimit të kompetencave të ish komisionerit publik tek drejtuesi i prokurisë së posaçme mbi çështjet e papërfunduara të rivlerësimit të magjistratëve sipas parashikimit të pikës 8 të 179b të Kushtetutës. Në total janë 41 ankime të komisionerëve publik, të cilët do të duhet të ndiqen nga drejtuesi i prokurisë së posaçme. Lidhur me këto ankime, mbështetur në të dhëna statistikore të numrit të seancave të zhvilluara për një çështje në kolegjin e posaçëm të apelimit, parashikohet që drejtuesi i prokurisë së posaçme do të duhet të ndjekë rreth 150 deri 200 seanca gjyqësore në arë kohor janar 2025, qershor 2026, numër që mund të ndryshojë në varësi edhe të kompleksitetit të çështjeve. Për sa i përket Byros Kombëtare të Hetimit, Prokuria e Posaçme ka kontribuar në artimin e përshkrimit të punës dhe procedurave për emërimin e oficerëve të policisë gjyqësore. Janë nënshkruar gjithashtu 4 urdhra të përbashkët mes drejtuesit të Prokurisë së Posaçme dhe drejtorit të Byros Kombëtare të Hetimit. Është në përfundim e sipër rregulloria për sistemin e vlerësimit të rezultateve të punës dhe integritetit të hetuesve dhe oficerëve të shërbimit të policisë gjyqësore në Byron Kombëtare të Hetimit. Bashkë me ekspertë ndërkombëtar, po diskutohet edhe për procesin e rekrutimit të oficerëve të policisë gjyqësore pranë Byros Kombëtare të Hetimit. Po vijohet gjithashtu në rritjen e kapaciteteve njerëzore të hetuesve të Byros Kombëtare të Hetimit me fokus përdorimin e mjeteve dhe teknikave speciale të hetimit, provave digjitale e tjera. Në lidhje me vëllimin e punës në hetim dhe në gjykim, dua të ndaj me ju disa tregues. Në lidhje me luftën kundër krimit të organizuar, hetimet për veprat penale në Prokurinë e Posaçme gjatë vitit 2024 kanë pësuar një trend rritës në çështjet e regjistruara, të hetuara dhe të përfunduara. Nëse do ta krahasojmë me vitin 2023, është shënuar një rritje prej 18.8% e regjistrimeve të këtyre procedimeve penale. Për numrin e personave të cilët janë në hetim për këto procedime, ka një rritje me rreth 21.6%. Gjithashtu, një rritje prej 35% vërehet edhe për hetimet e përfunduara krahasuar me vitin 2023. Këto vlera në rritje tregojnë arritjet e SPAK në luftën kundër krimit të organizuar dhe një përmirësim të vazhdueshëm në menaxhimin dhe përfundimin e hetimeve. Sa i takon luftës kundër korrupsionit, janë hetuar një numër i konsiderueshëm zyrtarësh të lartë. Gjatë vitit 2024, siç shihet edhe në raport, janë në hetim 33 ish zyrtarë të lartë, ku 2 prej tyre janë të regjistruar në 2 procedime të ndryshme secili. Nga këto 33, 19 zyrtarë janë dërguar për gjykim në gjykat, duke përfaqësuar 52.9% të rasteve. Në vitin 2024 janë 10 funksionarë të lartë publik për të cilët ka pasur vendime të formës së prerë. Nga ana tjetër, numri i personave të dërguar në gjykat përbën rreth 35.2% të totalit të individëve në hetim. Hetimet e vitit 2024 tregojnë se korrupsioni i zyrtarëve të lartë zhvillohet përmes skemave të sofistikuara dhe faktorë si ndikimi institucional, përfshirja e rrjeteve kriminale dhe pastrimi i parave rrisin gjithashtu nivelin e rrezikut. Rritje ka shënuar gjithashtu edhe numri i procedimeve për veprën penale të pastrimit të produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, krahasuar kjo me vitin paraardhës. Kjo rritje është në masën rreth 34%, ndërkohë që krahasuar me vitin 2021, këto procedime janë trefishuar. Gjatë vitit 2024, konstatohen në total 132 hetime të filluara me kallëzime dhe referime nga individ dhe institucione. Siç e theksuava edhe më lart, hetimet e filluara nga kallëzimet e qytetarëve janë dëshmi e rritjes së besimit të publikut tek institucioni i Prokurisë së Posaçme. Nga ana tjetër, vihet re rënja e hetimeve të filluara me kallëzime nga Policia e Shtetit nga 65 në vitin 2023 në 30 në vitin 2024. Gjatë periudhës kohore 2021-2024, Prokuria e Posaçme ka regjistruar një numër relativisht të lartë të procedimeve penale të reja me një trend rritës kryesisht në vitet e fundit. Vetëm gjatë vitit 2024 janë regjistruar 328 procedime penale të reja, duke dëshmuar një rritje me rreth 9.7% krahasuar me vitin paraardhës. Gjatë vitit 2024 janë përfunduar 218 çështje, duke shënuar një rritje me rreth 13% në krahasim me ato të përfunduara gjatë vitit 2023. Këto të dhëna tregojnë përmirësime në efektivitetin e hetimit të Prokurisë së Posaçme me një balancim mes hetimeve të hapura dhe atyre të përfunduara,